Shumë të dashur për juve, një personazh cilin ju e ndiqni, një personazh cilin ma keni referuar juve, jo se s'm kishe vajtur mendja vet, po fakti që më thoshit Elena Kocaqi, tash po e marr njerëzonjën, po e komunikoj dhe desh zoti që kishte të njëjtin respekt që kam unë për atë. Dhe më pranoi direkt vetëm për faktin e vonesës, nga që të dy ishim me organizime tjera, unë me intervista, zonja me pedagogjinë me sezonin e provimeve për gjithë studentët. Dhe ju urojmë fat studentëve, inshallah keni zënë pak mend edhe t'jeni aq inteligjencë ta dini ku ta hidhni votën, se do na merrni në qafë për herë të katërt me shumë mundësi me këtë qeveri që kemi. Elena Kocaqi, një figurë shumë e dashur për gjithë shqiptarinë, jo vetëm për shqiptarët, për shqiptarët e Kosovës, për shqiptarët e Maqedonisë, për shqiptarët e Malizit, për shqiptarët e diasporës në Amerikë, në Angli, në Finland, New Zealand, kudo që janë, sepse ju prek shpirtin me patriotizëm. Dhe pse i ngjit Elenës patriotizmi? Elenës i ngjit patriotizmi sepse nuk bën shqiponjën kot, dalet bëj shqiponjën të jam shqiptar, jam krenar që jam shqiptar, po patriotizmi i saj, më thënë, i ka bazat mbi mos vjedhjen e shtetit. Pra, patriotizmi i vërtet është mos të vjedhësh shtetin tënd dhe të investosh në shtetin tënd. Nuk është patriot ai që vjet 30 milionë euro tendra dhe thotë se unë ngrita imazhin e Shqipërisë. Nuk i ngritet ti imazhin e Shqipërisë. I ngriti parat që ti ndave me atë të huajin që erdhe dhe të promovoi. Pra ti ke bër lobim, nuk e bër akt patriotik. Kështu që ta ndajmë pak të aktin patriotik nga marketingu që i bëhet Shqipërisë. Elena, shumë faleminderit që më erdhe. Kjo dritare ime është dritare e vogël, por që më besoj që ka një ndjekje shumë të madhe në diasporë, edhe këtu në Shqipëri, po 55% e audiencës tonë është në diasporë, që i përshëndesim gjithë. Më thënë, ky është fakti që më gëzon mua më shumë për hapjen e këtij lloj biçim biznesi të ri që kam hapur, sepse faleminderit, lum goja, të ngrënë goja veç mjalë o Zot. Dhe duke u përpjekur që të jem zëri atyre që nuk kanë folur kurrë. Pra, ka një problem konceptual në Shqipëri. Po i japim të drejtën diasporës. Jo, këta nuk e kanë dhënë të drejtën diasporës. Diaspora ka pas të drejtën me kushtetutë. Se kushtetuta t'jep drejtat, nuk t'jep as Rama, as Berisha, as Shpendi, as Elena. Këta po ja mundsojnë që të ushtrojnë të drejtën e tyre pas 34 vjetësh. Është një ndryshim totalisht radikal. Ma mundsosh të drejtën time dhe të më japësh të drejtën. Po të më japësh të drejtën është unë se kam pasur kurrë. Po kur ti më thua do votosh në 2025 se kështu vendos në kod, atëherë ti më ke përjashtuar mua mundësinë për 34 vjet që unë të marr vendimin për shtetin tim. Sepse është bër, mjafton vetëm të shikosh në rretho 34 vjet për të kuptuar gjitha zgjedhjet, sa të kontestuara kanë qenë, sa të vjedhura kanë qenë, çdo opozitë akuzonte tjetrën që i kishte vjedhur zgjedhjet, dhe në fund ditës rrinë në parlament me njëri tjetrin dhe ndanin ligjet me njëri tjetrin. Siç e bën edhe kodi në fund. Tani, ti je një zonjë shumë e nderuar, je një figurë qytetare, më thënë elitare, sepse po ti je profesore, asociuar doktore, nuk di ku të ketë më elitë sa kaq. Vetëm gjyqtari mund të jetë, magjistrati mund të jetë më elitar në hierarki. Nuk dit më shumë se sa profesori ku ka. Dhe pyetja që unë do të bëj si publik, po të shikojmë kur pashon Elena Kocaqin që do aderoj për politik, është pse e bëre gjithë të trumpetim. Pra, pse e bëre këtë lloj kalimi? Nga akademizmi, nga jeta publike, një personazh publik shkoi në politik kur ti nuk e se ke ambicie pasurimi. Me aq sa të njohim në ty, ti nuk e se ke ambicie ti po vjen si sot Weberi, je politikan që jeton nga politika. Pikërisht pra. Pra, cili është qëllimi jot real për të futur në politikë? Atëherë unë jam marrë gjithë tjetër në shkollë, nga një shkollë tek shkollë dhe 18 vjet jam profesor qeverisjes dhe drejtësisë. Dhe baza me cilën unë jetoj është universiteti, pra puna në universitet, por edhe avokatia. Dhe kam kontribuar gjithashtu në fushën e historisë, sepse kam ndjerë që Shqipëria ka mangësi në këtë pjesë dhe e kam vërejtur që shqiptarët i në përkëmbin në lidhje me historinë. Kjo është një farë dinjiteti kombëtar, i cili të duhet ta mposhtë aty ku duhet. Dhe unë kam punuar pothuajse 20 vjet me këtë çështje, një punë e cila është punë pa pagesë, pra është një punë e cila mua ka marrë rinin, ka marrë pjesë më të bukur të jetës time dhe e kam bërë me shumë pasion, sepse kam dashur që t'i vinë tim vendit tim
Dhe populli tim, i cili mos të ndihet i nëpërkëmbur, i shtypur atje ku shkon, sepse vetë mënyra se si ka qenë formuar dhe shkruar historia në Shqipëri, ishte një shkrim as pak real, i cili nxjerr popullin ton nga një popull parësor në Evropë dhe më i vjetri, dytësor deri tretësor, i heq gjithë meritat që ka nga historia, dhe unë jam marrë gjithë të kohë me këtë. Mirë po, ka një moment tani në fushën politike, dhe duke qenë se unë kam kontribuar në universitet, kemi nxjerr breza të tërë në master, për qeverisje, për drejtësi, edhe në universitet, domethënë që kam mbaruar studimet. Atëherë vjen një moment që ti thua dalë, po se Shqipëria është në këto gjendje kaq delikate. Dhe je dhe më i pjekur, më i rritur. Thua pse mos kontriboj për vendin tim, kur ka mundësi me dhënë një kontribut. Se tek e fundit jemi të gjithë kalimtarë në të botë. Absolutisht. Do t'ikim dhe është një mënyrë që të sjellim një model të ri politikës shqiptare, një fryt të ri që nuk e ka pas kurrë. Strategjia ime është dashuria, që do të thotë dashuria për vendin tim. Ndajmë të njëjtën strategji me njëri tjetrin. Dhe unë nuk kam fare asnjë strategji, as në politikën e vjetër, as në politikën e re në Shqipëri. Nuk ka lidhje me asnjë mënyrë të bëri politikë. Kur thuhet dashuria, se kjo është e bukur shumë. Unë vi nga shkencat politike, ti vjen nga shkencat politike. Në çfarë do lloj qasje të shkencave politike, çdo gjë trajtohet si variabël, nuk shikohet me ndjesi. Kush fut ndjesin pastaj futet në emocion, emocioni nuk është politik. Pra, mund të jetë pragmatizëm, mund të jetë realizëm, mund të jetë konstruktivizëm, mund të jetë behavioralizëm, qasja që ti ke. Por kurse si, jo dashuria, jo dashurora. Tani, pyetja ime është shumë e thjeshtë. Çfarë nuk kupton ti me, më thënë, si e ke empirizuar ti dashurinë në politikë? Kur unë flas për buxhetin, kjo është strikte. Ardhurat janë ka. Kur ne flasim për popullin, duhet të shikojmë që ky buxhet duhet Hiqa pak nga kufjet zërin të lutem. Duhet shpërndahet në një mënyrë të tillë që të japi mirëqenie, kujdes, dhe kjo është dashuria, qytetarëve. Pavarësisht shtresës tyre, preandës tyre etj. Duke qenë shqiptar, ne duhet të shikojmë, pra, shtresa klasa politike, duhet të shikojmë shqiptarët me dashuri. Kjo është që na ka munguar. Pra, unë jam me këto logjike strikte në shkencë, por shkenca e qeverisjes duhet të jetë në funksion të mirëqenies dhe të kujdesit dhe dashurisë ndaj shqiptarëve. Pra ti po thuaj domethënë që duhet i trajtosh me dashuri shqiptarët. Pyetja ime vazhdon, se unë jam avokat i djallit. A e meriton populli shqiptar që trajtohet me dashuri? Shiko, sepse unë mendoj, që ta elaboroj pak, unë mendoj që ky popull në 1500 vitet e fundit të shkruara, a janë shkruar keq, unë hy tek njerëzit që mendojnë se historia është shkruar nga fitimtarët dhe shkruar keq në bazë interesave të atyre që kanë lobuar. Ne s'kemi pas lobuese, kemi pasur gjithë shitur, që këtu fillon hakërrimi im apo kritika ime për këtë popull. Unë mendoj se ne i kemi putur gjithë jetën dorën xhelatit. Dhe a ka më faj xhelati nëse ty të pret kokën dhe trajton pa dashuri kur ti ja put dorën gjithmonë? Shiko, kjo është edhe vujtje shekullore. Kultura politike krijohet shekuj. Pra duke qenë në sundim të huaj dhe ke pas shteti se ka pas tëndin, patjetër që për të mbijetuar njeriu e ke parasysh ka qenë pozita shumë të vështira. Është shumë vështirë të krijosh një kulturë politike të re. Pra ne duhet të krijojmë një kulturë politike të re. Në kuptimin që duhet t'i japim popullit të kuptojë që politikanët janë aty për ta trajtuar ato me kujdes dhe dashuri. Sepse tek e fundit shteti dhe pushteti nuk është i politikanëve, por është i popullit. Sepse rrjedh çdo lloj pushteti dhe sovraniteti vjen rrjedh nga populli. Sepse e populli është një nga elementët e shtetit. Dhe pushteti në vetvete nuk mund të ketë legjitimitet pa popullin. Autoriteti ta jep legitimiteti që ti e fiton nëpërmjet zgjedhjeve, me referendum ose nëpërmjet zgjedhjeve. Atëherë, në këtë rast, duke parë populli shtetin dhe pushtetin si të vetin, edhe ai bën më tepër. Pra populli e meriton dashurinë. Pse e meriton? Sepse ti si politikan je aty pikërisht për këtë gjë, për t'i dhënë kujdes, dashuri, mirëqenie. Sepse tek e fundit ato para me të cilën ti qeveris janë paratë e popullit, nuk janë të politikanëve. Këtu tani është krijuar një shtet i cili dhe një pushtet i shkëputur nga populli. Popullin e duan t'i mbledhim taksat, por me taksat e popullit, pasurinë e popullit, pronën e popullit e bëjmë çfarë duam.
Sidomos kjo është evidente në 12 vitet e fundit të qeverisjes. Po, ky e ka, më Ky e thënë ka Rama, thënë shtetin, shtet privat. Rama e ka kthyer në pron Shteti, private, pron privat. Pushteti i tij, prona e qytetarëve e tij, prona publike e tij, gjithçka. Domethënë nuk ka asnjë rregull, asnjë garanci, asnjë mekanizëm. Dhe kjo është e tepërt sepse as në monarkitë absolute nuk ka ekzistuar të tilla gjëra, sepse sepse duhet të rrosh balanca, në kohën e Aleksandrit Madh ishte një burr shumë i mençur që pushtoi disa perandori, disa mbretëri, dhe ai e mbante shumë mirë me qytetarët e vendeve që pushtonte, nuk u prekte ai deri dinjitetin, kulturën, traditat. Pse nuk e bënte këtë? Sepse kishte shumë të lehtë që ata ta pranonin si sundimtarin e tyre. Ndërsa këto të tonët nuk mendojnë fare, këto nuk e kanë fare idenë, domethënë ne kemi arritur që po të krahasojmë Aleksandrin e Madh 2300 vjet përpara, që është një nga burrat më të mëdhenj që kanë nxjerrë kombi jon për botën. Me këta që kemi ne sot, ne kemi rënë barbari nga pikpamja politike. Sepse kemi rënë barbari? Sepse nuk ka fisnikëri, nuk ka merit. Pra, çdo lloj njeriu i cili t'i afrohet të çohet në majat e pushtetit, ti duhet kalosh disa prova 20 vjet, 30 vjet për shkakun karrierën tënde. Si thoshte për shkakun Sokrati dhe Konfuci. Unë i adhuroj të dy për meritën që ka, sidomos Konfuci për meritën, edhe Konfuci është i jashtëzakonshëm, është modeli për më i mirë për mua në politikë. Edhe Sokrati, por edhe Platoni me shtetin ideal, që thoshte që një lider duhet të bëj 30 e ca vjet arsim, praktik, pa të marrë dhe të qeverisë shtetit. Po, sepse ai mendonte se duhet merret si mbretëresha e bletëve. Merret përzgjidhje që i vogël edhe ky edukohet vetëm për atë punë. Ti i ke marrë njerëz pa arsim, që se di çfarë arsimi kanë, pa një punë, pa një eksperiencë, pa një besueshmëri, vetëm duke bërë atë kërmidhin, duke u lëpir pas një lideri, të kanë arrit majat e pushtetit. Më kupton? Po kjo është dëm shumë i madh për shoqërinë shqiptare. Po nuk ishte kjo për shembull. Sepse kjo është fitim për të, po jo për ne. Po a nuk është kjo për shembull. Shikoja, politika ndonjëherë është jo ndonjëherë, gjithmonë e pamoralshme. Politika. Në mënyrë se si aplikohet te ne është e vërtet. Kudo. Po unë nuk mendoj se është politika si politikë, është sistemi demokratik i kohësve të cilët ne kemi jetojmë, dhe sidomos në vendet ish komuniste që është i tillë, në fakt. Për mua, sidomos tek neve është. Për mua, tipike. Sistemi nuk ka sistem të keq. Ka sistem që implementohet keq. Te ne e kesh implementuar shumë keq. Për shembull, edhe komunizmin po ta shikosh si sistem, është sistemi më i bukur. Idealist, për ëndrat që ishte në atë kohë. Po ta shikosh si sistem, mjafton të kesh ata Leviatanin ose mbretin sundimtarin e Platonit, që është stërvitur 30 vjet për atë punë, çdo gjë shkon fjoll. Problemi është në prakticitet. Po sepse unë e vë theksin të lideri. Duhet ta vëm theksin të lideri. Lideri, sidomos në çdo lloj sistemi ka shumë rol. Po lideri, po ne ngatrojmë liderin me bosin. Pikërisht të nxjerrim lider. Ne nuk nxjerrim lider. Ja. Sepse lideri është ai që shtyn para, nuk është ai që mban zinxhir. Në historinë botërore, perandorit kanë ecë para se kanë qenë lider. Po. Ai të merrte nga ushtarët bën të perandor, se ti ishe lider i lindur, i lider. Lëre ça thon bash, nuk bëhesh lind. Po. Pik 80% e asaj që ti je lind, është karakter, është edukat familjare që ti merr. Nuk bësh dot, bëj çfarë dush. Ti mund të bësh, po nuk do të bësh kurrë një individ i zoti për shoqërinë do bësh për vete. Ndërsa, po, këta liderët për shkakun dhe në kohën e perandorisë osmane. Ai të çont pushtoja, thoshte merr titullin pasha, dhe ti je sepse e meriton. Ka qenë karakteristike. Pra, jo kanë meritën. Pra perandorit janë meritokratike që janë ngritur. Ndërsa ti nuk je sistem meritokratik. Asot. Sepse më mirë sa më kupton ti në këtë fushë jemi të dy fushës. Është nga bisedat më të bukura që po bëjmë nga niveli edhe filozofik. A e di pse këtu nuk është ky lloj lideri, sepse edhe lideri që e merr tu bosi që vjen e di që është pjesë mbeturinë e perandorisë osmane, është vilajet. Nuk ka kurrë të drejtën që të mendojë. Pra, këta nuk mendojnë. Po ti shikosh xhamit, se po e bënim para se të hynim këtu. Xhamit, kishat, sinagogat e gjitha përdoren politikisht, pra edhe besimi këtu përdoret politikisht. Është përdorur historikisht. Domethënë, gjithë jetën është përdorur feja si religjion për të mbajtur, për shembull, nuk e mbaj mend se kujt ja lexova këtë shprehën, po ishte një nga këta të mëdhenj që thoshte Napoleoni. Po. U krijuan kishat edhe xhamiat që njerëzit të mos masivizoheshin dhe të vrisin aristokracinë. Pra duhet i mbash në frikën e një zoti të madh që ky zoti të vret fut në ferrë të gjitha, që ti çdo gjë që të bën aristokracia klasa lart t'ja lësh atij në dorë, që ti mos masivizohesh edhe
ta vrasësh aristokracinë se është në pakicë. Sepse politika e ka përdorur fen për manipulimin e masave Absolutisht. me qëllim që të marrë pushtetin. Absolutisht. Po ta përdorur, pra Në fund historikisht ditës, është përdorur. pse duhet kishte pushtet pa padje? Pse duhet të ketë pushtet pa padje? Marrëdhënien time me Zotin e krijoj vetë, s'kam nevojë për ndërmjetës. Pse duhet të ketë pushtet Arabia Saudite për ka për vlerë muslimanë? shumë të mirë. Unë për shembull i respektoj një pjesë të tyre që merren me me Jo, fen. besimtarët është Po. tjetër. Por ka, domethënë, kleni përdorur politikisht është vërtet tepër i rrezikshëm për shoqërinë. Domethënë janë dogmatikët. Dhe në qoftë se Edi Rama apo Sali Berisha do ishin, unë e kam bas tjetër këtë, do ishin kryeministrat e Anglisë ose do ishin presidentët e Amerikës, ta jep shpendgazhe me firmë mjetën e vet, në qoftë se këta do guxonin cilleshin siç sillen këtu. Po sepse është kultura politike që ta lejon. Jo kultura, atje nuk ta lejon sistemi. Po pra, sistemi. Sepse aty është check and balance. Po. Ata e kanë menduar para se të futet një Ty ta sistem. kanë prish sistemin këtu. Po. Ta kanë prish me Po. qëllim që ata të Po. forcojnë pushtetin e Po. tyre. Po. Pra, nëse themin e Berisha dhe Rama janë dy bashk Po. në funksion të mbajtjes njërit pushtetit, tjetrit partisë, pra të mbajtjes kontroll të partive të tyre, me qëllim që të mbajnë kontroll Shqipërinë. Po. Pik. Unë jam dakord që brenda partive duhet të ketë disiplinë, sepse ti nuk mund të investosh të zgjesh dikoj deputet dhe ai deputet shitet këtu atje. Këtu jam shumë dakord, sepse kjo është dhe pjesë e ndërgjegjes, pjesë e një pune të jashtëzakonshme. Elena, Por, aman, jo në momentin që ti të shkelësh parametrat demokratik të drejtave të njeriut, siç është bërë deri shikoj ta këtu. shikojmë nga kjo perspektivë. Ne themi që PD nuk hapet. Nuk hapet PD. Sali Berisha ka kontroll absolut. PS-ja nuk hapet. Nuk hapet. Ka kontroll absolut, po. Kush nga këta që janë poshtë mbretërve, po jep reakcion? Asnjëri pra. As guxojnë. Domethënë, këta mendojnë se lufta fitohet me abdikim. Nuk është luftë e fituar po të abdikojë mbreti. Po shiko, Kush nga këta e ndjen veten lider? nuk e ndjen veten lider sepse ata nuk i kanë lënë të bëhen lider. Jo. Nuk ai ka ecë deri aty duke mos qenë lider, duke qenë servili tyre një pjesë shumë e madhe. A më thej që lider bësh? Nuk Po, kanë nuk- liderat me potencial janë përjashtuar nga këto parti. Sepse që në fillim Po, jam shumë dakord me ty. Pra ta them, të dalim tek ajo që tham. Pra ata nuk kanë thirrur afër tyre dhe nuk kanë promovuar lider sepse ata liderët u ndjen të kërcënuar për veten, dakord? Po edhe 20% që ti bësh lider se 80% lind, ty nuk ta ka lejuar ai brenda partisë prap që ti ta kesh. ai të Më ka kupton? hequr të drejtën e mendimit, është akoma më keq se mos lejimi o Elena. As nuk e përfiturojnë vetë. Unë kam miqtë e mi, të PD-ja, të PS-ja, i pyesora, po ti ki Berisha, kush do vi aty? Nuk ka njeri pas Jo, Berishës. sepse partitë këtu janë krijuar nga individi dhe bien bashkë me individin. A ka njeri pas Edi Ramës? Po jo, deri tani nuk ka njeri më të fortë. Kur më pyesin mua të njëjtën pyetje kush është Shpendgashi ma? Unë s'jam fare në PD. Po të më pyesësh kush është pasari Sali Berisha, Shpendgashi do them se atë njoh, veten time projektojnë. Po. S'ka më projektoj këta të tjerët, ai po tishe për të bërë lider do ta kisha bërë luftën me Berishën. Nuk i puthe dorën. Ti për një vend pune, se fiks deputeti sot është kthyer fatkeqësisht vend pune. Në fakt. Për komision, jo është e tmerrshme, kjo është vendosësh kujën. Dhe jo vetëm ato, po deputeti nuk ka absolutisht asnjë pavarësi vendimare. Pra, këta nuk e kuptojnë që kjo që bëju nuk është kritik ndaj Berishës apo Ramës në thelb. Kjo është në të mirën e tyre, sepse edhe një lider që është po pati përplasje nga poshtë ka, më thënë, Machiavelli madh thot një shprehje, konflikti sjell konsensusin. Pra arrin balancat. Po. Brenda një partie duhet të ketë shumë rryma konvergjente që hahen me njëra tjetrën. Duhet të jetë brenda të djatës duhet të jetë edhe Elena që është konservatore, edhe Shpendi që është konservator, që është ndryshe nga Sali Berisha dhe nga Elena. Ky është problemi që ka Partia Demokratike. Ky është problemi që ka ajo pakicë brenda Partisë Demokratike, që nuk di ti masifizoj të gjithë rrymat e djatha konservatore ti fusi brenda. Pa e tham pra Shpend. E tham sepse këto partit edhe liderët që janë nga natyra nuk e afrojnë, por edhe nëse ti nuk je lider nga natyra, më kupton? Edhe atë 20% që ta bësh, ta ngresh, këto nuk e lejojnë. Më kupton? Këto nuk të lejojnë. Edhe kur je lider i lindur dhe kur je lider që ti mund të mbështetesh dhe të promovohesh disi, pra nuk ta bëjnë, nuk ta lejojnë. Këto nuk ta lejojnë sepse këto i kanë parë partitë si prona private dhe prapë duhet vim ne te diçka tjetër. Është në kulturën politike në Shqipëri që partia identifikohet me personin që e drejton. Po. Edhe në momentin që personi që drejton ikën që atje, partia bie, më kupton, edhe në sytë e publikut, edhe për vota. Dhe e kemi kriju këtë. Unë mendoj se kjo është ajo që ne duhet të brenda një partie të nxjerrim që në momentin që lideri ikën lodhet apo ku di unë, të ketë zvendësues, më kupton? Pra të ketë ata të cilët do ta zvendësojnë nesër. Por ti duhet krijosh liderat brendshëm. Për shembull, Më kupton? Ti ke në Partinë Republikane sot, që është zgjedhur në 5 nëntor u bën zgjedhjet. Po. Në 20 janar u inaugurua qeveria e re e republikanëve
Ne të dy që merrim vesh nga shkencat politike e dim që Vance është pasardhës i Trumpit. Zvëndës presidenti që ai zgjodhi, dihet që do jetë pasardhës i tij, që do futet në primare atje, që do dali do hedhi votën për kandidaturë të republikanëve në 2020 sa i bie 2029. Po. Në 2028, kur i bie 2029. Ne dim, pra, populli amerikan mësohet që ky që është zvënsi i këtij do të jetë ai që do ta edhe e studiojnë ata. Ne nuk e dim edhe e përgatiti ata. Ne nuk e dim se kush është. Nuk kanë ata, nuk lën. Ne kemi dy lidera dhe ky është fatkeqësi për shtetin ton. Ne kemi dy lidera të mëdhenj, njëri është 80 vjeç që e pas jetën e gjatë, po në fund ditës nuk mund të jesh dot i gatshëm për politik pas 80-tave. Nuk mund të jesh 100% funksional, dhe një tjetër që vjen pas 12 vjetësh konsum. Që edhe ai vetë di po ta pyesësh 25 vjet pushtet. Po ta pyesësh vetë. Ka 25 vjet pushtet. Po ta pyesësh në ndërgjegje, mos ta dëgjoj njëri dhe Rama do thot po jam i lodhur gash, do iki, dua të iki. Pa shkak se në televizor thot gjë tjetër, sepse të lodh pushtetit konsumon, është mbytur, është deri këtu. Gjithë bashkëpunëtorët në burg e di shumë mirë që me një kryeministria i vetë edhe aty flet arreste. Nuk ka sistem drejtësie, po do t'i kishte shkuar. Ai ka probleme më të thella Elena, sa ai ka me vëllezërit tan amerikan. Se ka një dosje të hapur me Goni Galatia, që këtu është juridikisht politikanët shqiptar, po ta them unë si juriste, i kap kurdush. Pra nuk ka pas sistem drejtësie të pavarur në Shqipëri, sistemi i hetimit i prokurorisë edhe i gjyqësorit, se nuk e ka lënë politika, jo se nuk ka gjyqtar të mirë Shqipëria. Ka shumë gjyqtar. Po të them unë që ka. Ka shumë gjyqtar. Nuk i lën politika dhe duke mos i lënë, prandaj edhe duhet luftohet shumë te pavarësia e gjyqësorit. E kupton çfarë është bërë, se neve vim nga jeta akademike. Është krijuar perceptimi për sistemin e drejtësisë nga prokuroria e posaçme. Sistemin e drejtësisë shqiptare, pacientët shqiptarë e quajnë prokurorin. Prokuroria dhe avokatia janë e njëjta palë para gjyqtarit. Që ti je i pafajshëm derisa dënohesh me vendim formës prerë. Po pse ke këtë lloj neverie për këtë popull, domethënë ngren sistemin e drejtësisë. Po pra ai është afala akuzuese, po kjo nuk do të thotë se ai ka të drejtë. Në fund është gjykata që vendos. Është 73%, është perceptimi është 73% që drejtësia e ecën sepse po futen njerëzit në burg. Nuk e dim budallen që merr 80 euro, 100 euro në ditë një burgosur. Një burgosur, dhe un po ta them që sot aktualisht si avokate, po ta them me siguri më të madhe, për masat e sigurisë janë në shkallë të parë pothuajse për një gjë të vogël arrest me burg, pa fat, dhe kjo është ndoshta një nga më të tmerrshmet në Evropë dhe në botë në lidhje me sistemin e drejtësisë. Po jo as do të thonë as komunizmit, jo. Edhe e di se çfarë dhimbje madhe është për familjet. Ti s'mund ta futësh atë tjetrin për një akuzë të vogël apo për një dyshim që ti s'e ke të provuar, arrest me burg pa fat, ti shkatron jetën atit. Më kupton? Sepse ai do të rri aty dhe di si thon rrit marrë me ty, prit pastaj tashu, dole i pafajshëm, s'ka që se i paguajnë lekë shteti, se i paguajnë lekë qytetarët. Dhe unë mendoj që sistemi i drejtësisë në Shqipëri duhet reformohet në mënyrë urgjente, edhe me dënime, duhet ketë dënime alternative. Nuk mund të shosh ti njerëzit arrest me burg pa fat. Mba arrest me burg ata vërcëllet janë kriminal, bëjnë krime para mendim, edhe aty ti do t'i edukosh. Edhe ata që bëjnë krime një pjesë janë smur, mendor, nuk janë lidhjet që e bëjnë këtë sepse duhet të kesh parasysh një gjë. Dy janë faktorë që bëjnë krime. O je pa edukuar se i smur. Kur je pa edukuar, edukoje, kur është i smur, kuroje, më kupton? Ndërsa kategoritë e tjera të cilët ti e inkriminon shoqërinë, ti inkriminon rinin, më kupton? Ti e çon atë që çdo 30 vjeçar ka një proces të hapur ose në të shkuar ose të tashmen, dhe ti i prish jetën atij tjetrit. Më kupton? Kështu që unë mendoj se sistemi i drejtësisë nuk është drejtësi kjo. Nuk është drejtësi. Drejtësia është në radhë të parë edukim dhe humanizëm. Dakor? Sepse ti të gjithë njerëzit në jetë në një mënyrë apo në një mënyrë, qoftë me dashje, qoftë pa dashje, qoftë në rrethana rastësore, pa kujdesi, mund të gabojë. Nuk është faj edhe pa kujdesi. Por, ama ti nuk mund, kur ai s'ka precedent penal, ka një të kaluar të pastër, ti shkatrosh atij jetën. Më kupton? Drejtësia ta shkatron. Në mënyra si është sidomos tani e drejtësia e kohëve të fundit. Po, ka thënë një miku im që ka qenë pjesë e sistemit drejtësisë. Flas për drejtësinë penale. Po, drejtësinë penale, e them ora, ka ndonjë ndryshim thash? Drejtësia vjetër, drejtësia re e do të troqëm ta. Në qoftë se me 300.000 euro mbyllje punë në të treja shkallët, në drejtësinë e re ka vajtë 300.000 euro shkalla. Qyqë. Varet nga vepra penale, varet edhe nga gjyqtari, varet nëse është i korruptuar etj, por këto duhet të janë ato të cilët duhet të referohen pas. Nuk është fjala ime, e kam e dëgjuar gjatë një bisede tavolina, kupton? Në qoftë se është puna deri këtu, personat duhet i bëjnë denoncim. Bën mu, është elefanti që u lëret në dhomë, në frigorifer hap
del elefanti, gjirafa. Po, shiko, kjo është shumë do të thënë, të shkosh në shifra të tilla. Do thotë është frikshme. Sa GDP-ja e shtetit tonë? Shikoj makina që kemë blok, çfarë makina është ka bloku? Sepse në 1 kilometër katror këtë 50 milionë euro makina. Të qarkulluar jashtë sistemit. Shumica para se këtë pistë. Sepse jemi lavazh. Po. Jemi lavatriçe, më fal. Dhe kjo të bën ty që ti nuk e parametra ekonomik besush. Ti aktualisht ke një buxhet për vitin që shkoi 5.8 miliard. Po. Dhe 2.5 miliard ishin pagesat që i bëshin pensionistëve, invalidëve dhe asistencë sociale. Dhe 1.3 miliard ishte pagesa e 185.000 vetave të administratës publike. Po, që është e Dhe fryrë. llogaritë që shkon te 4 miliard pagesat që ka shteti, po 1.8 miliard që mbeten, çfarë do bësh ti? Do bësh rrugët, që këta i çon gjitha për rrugët. Do japsh arsimit, shëndetësisë, kujt do japsh përpara ushtrisë. E kupton? Pra, këtu ka një evazion fiskal të tmerrshëm, por gjithashtu ka edhe një qarkullim të paras jashtë sistemit. Çfarë do ndryshonte aleanca për Shqipërinë? Aleanca kombëtare, më fal. Po. Çfarë do ndryshonte se e presim? Çfarë do ndryshonte aleanca kombëtare për shqiptare? Shiko, ne kemi një program të detajuar që e kena, duke qenë profesore vet, jam munduar ta bëj me shumë kujdes, me një analizë të mirë të hyrave të dalave të Shqipërisë, buxhetit e tjerë. Do ndryshojmë. Me para punës, në radhë të parë duhet rritur buxheti i shtetit të Shqipërisë. Po mos rritet buxhetin e shtetit, flet kot. Po. Pra, qeveria mendon se do ta çojë 8 miliard këtë vit, nga 5.8, unë nuk e di, nuk ka shanse. Po nuk ka shanse. Por duke qenë se evazioni fiskal është kaq, minimumi 10 deri në 12 miliard do të jetë buxheti faktik i Shqipërisë. I shtetit. Ka shumë vitet. Pra, ka shumë vitet. Po e thotë edhe KLSH-ja në kontrollet e saj. Po e thonë dhe vetë institucionet botërore thonë që është 45 deri 50% evazioni fiskal. Sepse ti ke parasysh që faturat ty nuk të lëshohen. Për shembull TVSH-ja, për shembull që duhet mbulonte një pjesë madhe e buxhetit, ty jo vetëm që ti e paguon dhe nuk ti si qytetar e paguon TVSH-n. Nuk si konsumator. Po këto jo rimbursojnë se çka nxjerrsa ligje, jo bëjnë domethënë kontributi të TVSH-s buxhetit të shtetit është 500 milion dollar. E kupton? Qesharaket. Pak të minimumi do ishte 2.5 miliard dollar. Pra, dua të them këtë gjë që ti duhet ngresh patjetër buxhetin. Ngritja e buxhetit bëhet në radhë të parë me 2 metoda. Duke mbledhur tatimet, pra që ti ke nevojë të rritësh këto që ke. Po. Pra nuk kemi për tatimet larta. Ne jemi që ti mirë menaxhosh, sepse tatimet e larta ti të frenon, e fshen, ai tjetri bën. Të heq investimin, të investimet. Maj tatimet e ulta, po mblidhi. Lidhi pra, se s'po të kushton gjë ta bësh këtë gjë. Pra, mbledhja, efikasitetin në mbledhjen e tyre dhe gjithashtu politikat ekonomike që ti duhet ndjekësh. Politikat ekonomike pasandaj janë të shumë degve, siç është bujqësia, industria etj etj, që të cilat e para ne jemi për nacionalizimin e naftës, kromit, gjithë këtyre që janë minerale sepse janë pasuri e popullit shqiptar. A do të lejojë Amerika këto? Se kontrata me ata e kemi të bërë 1925-ën. Mars, Baron Bankers kontratën. Dhe di që qeveria shqiptare ka edhe në gjyq Bankers, se ka fituar dhe gjyqin pavarësisht se thuhet për media, të paktën ka fituar dhe gjyqin për disa qindra milion dollar që Bankers do t'i lojë Shqipërisë dhe pritet që ta marrë dikush tjetër naftën në Shqipëri përsëri në një formë të tillë pa u ndier shumë, por që ne nuk do ta lejojmë sepse ajo është pasuri kombëtare dhe nafta. Neve kemi në Marinës, pak në zona Marinës ka 400 milion tonë që është një ne konsumojmë zyrtarisht ne konsumojmë 650.000 tonë, është naftë për 500 vitet e ardhshme. Por realisht ti konsumon, po të them unë me makinat që qarkullojnë në Shqipëri, me numrin e turistëve 2 milion tonë, por 1.4 milion tonë ti ke naftë kontraband që jashtë sistemit e kjo kushton buxhetit 1.4 miliard euro. Dakor? Pra, kur themu për evazionin fiskal që është këtu, ki e parasysh 2.5 miliard është TVSH-ja, 1.5 miliard shkon nafta. Llogaritë se çfarë vjedhjesh bën në Shqipëri dhe nuk është 50% që thon këta zyrtarisht evazioni, për mua është më i madh sa kaq. Kur ta thotë KLSH 50%, ajo është empirike, mund të jetë 70, po. Ti duhet dy fishit pak, 100% për mua është. Ti duhet mirë menaxhosh këto të ardhura që ke. Pra këto, mirë menaxhoj një herë këto mirë. Pasandaj duhet mendosh se për shembull për bujqësinë, ne mendojmë ti fondet i çojmë afërsisht 150 milion dollar investimi për bujqësi. Ta çojmë 300 milion dhe 500 milion dollar. Pse? Sepse bujqësia është sektori primar, mban 40% të punësuarve të Shqipërisë. Edhe një nga shtyllat e Bashkimit Evropian. Shtyllat, por ti nuk punon dot industria, nuk punon dot tregtia pa bujqësinë. Pra bujqësia është sektori primar, prandaj quhet është baza e kësaj. Pra duhet të bëjmë 2 fish deri në 3 fish të rritjes fondeve për bujqësinë. Keni juve kontakte me biznesmen ose me filantropistë shumë të mëdhenj shqiptar ose jo, që të vinë të investojnë
sigurt për fabrika, për pulari, Atëherë, për ferma të mëdha. ne jemi në kontakt po thjesht me ekspert, me bizneset brenda, me biznese jashtë, të cilët duan të investojnë. Por Nuk ka siguri shteti- juridike, po. Jo, nuk e lën. E di se çfarë thoni 5 euro nuk kanë lënë qeveria të investojnë në Shqipëri. Por shumë bizneset huaja thonë që ne nuk investojmë dot në Shqipëri. Nuk na lën të tërë edhe nëse duam bashkëpunojmë me një biznesmen shqiptar, thonë kanë frikë nga Rama, ma kanë thënë troçën 2-3 tjerë. Nuk e di pse kanë frikë nga Rama dhe nga qeveria. Pra këto po e trajtojnë sikur kjo është tokë zanun, Don Rama, ne nuk lëm asnjë. Don Rama, Jo, pra jo, Omerta. dëgjoj. Ardha e një investimi të huaj do të jetë në funksion të shqiptarëve. Patjetër që ai që do vi të investojë do fitojë për veten e tij. E para punë stoka shqiptare nuk shitet dhe blihet. Po. Që do të thënë me ligj këtu nuk lejoj. Po. Absolut. Por ama ti do të japësh në përdorim për një farë kohe, për një biznes Me të koncesion caktuar, 99 vjet, 25 vjet, nuk jap 25 vjet, 99 nuk jap 50 vjet. por mund të jap me kontrata të rinovueshme, dakor? Jep 25 dhe me një kontratë të rinovueshme në bazë të asaj. Ama ti nxite. Dhe unë mendoj se në programin që ne kemi është që ne duhet të ngrejmë industrinë e lehtë dhe ushqimore që kemi pasur. Po. Është një pasuri e jashtëzakonshme e Shqipërisë. Për prodhimin venda sepse ti ke 3 milion shqiptarë dhe 10 milion turistë tua dhe numri i turistëve do shtohet, do. Shqipëria mund të shkojë deri në 20 milion turistë nëse dim të menaxhojmë pasurinë që kemi. Por me 20 milion turistë minimumi do të sillesh 5 miliard në buxhet. Po. Ne me një 10 milion turistë i kemi sjell buxheti 450 milion, 500 milion dollar, që të paktën do të kishte 2.5 miliard dollar edhe këtu. Sepse është vjedhur gati. Pra çfarë vjedhje bëhet edhe Po, këtu. po. E kupton? Po. Atëherë ti duhet mendosh vjedhje më sepse ti hotelet e luksit ato 6% të vëshon, ndërsa ato Dhomën e dhomën Airbnb 300 euro ti e taton edhe ai sta deklaron edhe ato 6%. Po. Ndërsa bukën dhe ato ujin nëse do marrësh markete që janë biznesi i madh, 20%. e ke 20% të vëshon, e kupton? Se taton pensionisti 20%. Prandaj po them këta nuk janë qeveri as e majt, as e djathtë. Këto janë qeveri të cilat kanë tendenca kriminale. Ai të ka ardhur në 2013-ën, Po. i ka ardhur popullit shqiptar, i ka ndryshuar faqen Partisë Socialiste, i tha rilindja. Ti që je intelektuale e kupton që kjo është një rilindja është nocion kemi të bëjmë. Rinascimento është nocion totalisht fashist i djathtë. Pra, ne do ta vrasim çka ka qenë, edhe do rilindim vet nga hiri jon. Ky të erdhët dhe i tha Kjo është shqiptarëve. rilindje vetëm për Ramën. Unë do ju vras, edhe do ju ngjall do krijoj individin tim. Edhe krijoja individin patronazhistët. Ata 185.000 vetat që marrin 2.5 miliard të buxhetit për rroga. 1.3. 1.3. Po është e tmerrshme 1.3 miliard rroga shteti në një vend me 2 milion, 1.6 milion. Me buxhet 5.8. Me buxhet 5.8. Domethënë kemi më të fryrë se sa Franca, që është vendi më burokratik i Europës, me burokraci më të tmerrshme. Kemi administratave publike. Çfarë na duan neve administrata publike ka që zgjeruar. Prandaj them Logjikisht. Po, jam shumë dakord. Po se nuk duhet për vota. Po, patjetër. Patjetër sepse është një mënyrë, sepse mënyra se si kanë ngritur sistemin këto është që të marrin pushtetin me të gjitha mjetet. Pra, këto nuk duan të lëshojnë pushtet. Këto nuk duan garë, këto nuk duan demokraci, këto nuk duan fare, këto e mbajnë dhe popullin. Imagjinojmë më kanë frikë në përrethë të bëjnë like statusave në Facebook. Po. Ka një ushtri kryetare bashkisë që shikon kush nga administrata i ka bërë like kujtor. A deri këtu ka arrit puna në Shqipëri. Domethënë jemi kthyer në kohën e komunizmit. Unë mendoj se kemi shputur në herë. Spionazhi është i tillë, ka filluar domethënë edhe për like në Facebook. 8 lekë ato. E kupton sa? Janë 8 lekë modern. Domethënë ne nuk kemi fare këtë filozofi. Unë shoh shqiptar s'ka rëndësi për mua, SHPD-s, SHPS-s, i kujt as më intereson fare. Ai shqiptari unë e shikoj me dashuri. Ti duhet kujdesesh për to. Absolutisht duhet japi pra them një frym 3. Duke qenë nën femër, unë mendoj se ne do të sjellim të frymë në re të dashurisë, të paqes, ke nevojë për një paqe sociale të brendshme në shqiptarët me njëri tjetrin. Partitë politike kanë sjellë një luftë të jashtëzakonshme. E di çfarë është fitore? E di çfarë mendoj se është fitore për Juve në këtë lloj stadi që jeni? Që të jemi realist, nuk është se mund të jeni parti kryesore që të ndërtoni partinë me qeverinë me 71, duhet të jemi realistësh. Po sepse në situatën politike që Shqipëria vetëm nuk arrin dot vetëm ajo do revolucion. Të bëhet revolucion është bojkot total të majtëve djathtëve, ti thuash këtyre 140 vetave që janë atje, ti thuash do hiqni dorë ose do ju djegim mrena. Bëhet Bastia, rënia Bastijes 1789. Po dhe ajo nuk ishte revolucion se aristokracia, borgjezia kundër aristokracisë ishte, nuk është se ishte një revolucion, një vetëm revolucion për mua është revolucioni bolshevikit e torit. Morën fshatarët armët edhe vajtën te cari. Se si u përdor pastaj është tjetër. Nuk ndodh sepse neve na kanë vrarë nervin. Domethënë nuk kemi vajtur akoma që ta Unë jam për revolucion. Sesa për revolucion. Nuk kemi vajtur akoma tek ajo faza që neve ta mbulojmë të pakën një herë kohën në komunizëm.
kemi vojtur 45 vjet punizëm, se s'është komunizëm, dhe jemi 34 vjet Po demokraci e një prisht. formë, kjo nuk është demokraci që kemi, kjo është pjesë e Demokraci e komunizmit. prisht, kjo është Sepse autokraci. sepse kjo shkatroi komunizmi të paktën e kishte ideologjizuar, po arsimin e kishte disi. Nuk e kishte aq të modernizuar, po kishte një farë mjekësie. Pra, kishte diçka kishte një shtet. Pa. Ishte diktatorial, po kishte. Këta nuk kanë ndërtuar shtet fare, këta kanë ndërtuar shtet për vete. Pra shteti i tyre është shteti personal. Këto e shohin parlamentin, presidentin, kryeministrin, gjithçka të vetën, tyren. Dhe me mënyrën se u bën ndryshimet kushtetuese në 2008, këto krijuan një monarki në Shqipëri, e cila nuk është e deklaruar, është më absolute se ligjit 14, më absolute se Enver Hoxha, më beso është më absolute se ato. Nuk bënte ligji asnjë, edhe Enver Hoxha, por edhe ligji 14 kishin frikë nga popullit tek e fundit orë. E bani popullin me të mirë. Këta s'kan frikë nga popullit, këto s'duan dim fare më. A kupton, nuk është aplikuar në një historinë e njerëzimit një sistemi i tillë. Sepse kanë kuptuar që nuk bën gjë ky popull. Unë mendoj këtë gjë. Këto janë, jo nuk është çështje e bën për ky popull, po këto e kanë ngrit një sistem të tillë që ti që i ri dhe don të ecësh bësh, ke dy rrugë. O të kacaviresh pas tyre, o të mundohesh vetëm ose të emigrosh. Pra këto e kanë bërë një mënyrë të tillë që ti që më kundërshton mua, e kupton? O me mua, ose Jo, këta kanë bërë një problem tjetër që këta mund të heqin shumë, shikoj, nuk ndodh vetëm në Shqipëri. Kudo ndodh kjo gjë. Mirë apo keq, me më shumë intensitet, me më pak intensitet ndodh. Më ka ndodhur edhe mua, ka ndodhur edhe ty. Ka ndodhur edhe shumë kolegëve të tjerë. Kolegët e tjerë fillojnë ankohen. Ne të dy nuk qajme. Mbjerë. Vajte bujrum. Kam unë fuqi mbaj. Po një ditë do të zë. Po atë ditë që do të zë, ma e mend. shiko, Korat e vështira thon. po. Prodhojnë burrat mëdhenj. Këta i kanë tretur burrat. Edhe këtu jam shumë dakord me ty sepse është bërë një luftë I kanë tretur. Nuk kemi marrë me edukimin edhe të mashkullit. Edukimi qytetar, patriotik i mashkullit është shumë i rëndësishëm për mbajtjen e shtetit. Ma beso. Normalisht është Sepse sigura ne atit. femrat kemi dhe punë të tjera siç janë fëmijët apo probleme të tjera që lidhin me familjen etj etj. Ndërsa edukimi i mashkullit është shumë i rëndësishëm për këtë gjë. Dhe unë mendoj se këtu nuk është bërë. Është bërë e qëllimshme kjo gjë. Shiko, po ti heqësh dinjitetin e mashkullit, ti ke prishur familjen, shtetin dhe gjithçka. Absolutisht. Dhe ne nuk duhet ta bëjmë këtë. Ne duhet ta lëmë edhe femrën patjetër me dinjitet të tjerë. Por mashkulli është shumë i rëndësishëm për mbajtjen e familjes dhe të shtetit. Më kupton? Domethënë është diçka se sot me i fol të lloj tema që bëjmë në të dy këtu, ne merrem në raste më të mirë shovinista. Në raste më të mirë merremi si njerëz që e jemi të mbushur me urrëtie dhe diferencus. Jo, unë s'jam për vetë, unë i du Po njerëzit. kështu na etiketojnë globalistët. Për mua ka vetëm një të vërtetë, është një agjend. Nga çfarë kam bledur unë Po informacion? patjetër, duket është agjend globale, Është një agjend globale Po. që po e dobëson mashkullin. Edhe unë kam lexuar literaturë për këtë lloj pjese. Dhe unë mendoj se kjo është politike. Dhe Me është qëllim për ta sunduar dhe mashkullin. është lufta kundër Sepse femrën e kanë heq pushtetin dhe kanë dashur ta vënë kontroll, ose në një farë mënyrë femrat i duan. vunë kontroll. Po, ndërsa mashkullin Femrat i vunë kontroll sepse në momentin që femrave i futën në punë si burrat, nëpër miniera, nëpër spitale roje, nëpër kamionçina, në Gjermani ke goca që hipin kamionet edhe bëjnë 2000 kilometra rrugë, a kupton? Që në atë moment që ai të ka futur në sistemin e taksimit, ti nuk ke më drejt. Kontrollon ai. A kupton? Femrat u ngritën, morën të drejtën e votës, jo nuk morën drejtën e votës, ti sapo u burrërove. Pra dhe ti nuk je më e shenjtë si shikohesh më para. Mirë, dakord, në kuadër të drejtave të njeriut, letja japi, por unë mendoj se femra duhet të ketë një kujdes shumë të madh sepse femra ka rritjen e fëmijës. Loku ka diçka. Ka lindjen dhe rritjen e fëmijës. Pra femra garanton të ardhmen e shoqërisë. John Locke ka një shprehje, nuk quhet e drejtë nëse ti nuk lufton për ta fituar. Po. Dakor, femra Tani e duke marrë garantuar këtë duhet jetë më e privilegjuar, mendoj unë. Unë kam të drejtën për të folur Dhe me privilegjimi i femrës në këtë rast. Po, Vjen duke e mbajtur absolutisht, mashkulli mirë, absolutisht. duke e mbajtur shteti mirë. Absolutisht. E unë jam për një politikë të tillë që ne nënat, gratë, burrat tanë jenë aq të fortë dhe shteti jonë të jetë aq i fortë që ti mbajnë mirë, Unë të jam- mbajnë sepse ato e meritojnë për shkak të Unë jam për faktit që rrisi fëmijë. Unë jam për një politikë që vajzave dhe grave duhet i hiqet domethënë ngarkesa e punës gjatë ciklit menstruacional e para. E para dhe nuk duhet të kem për mendimin tim dhe tetor punë siç kanë Dhe të tjerë. në momentin që një vajzë ose një grua ka fëmijë për të rritur, duhet të gjetet një metodë që të paguhet për 8 orë, po të punoj 4 orë, sepse është në punë edhe kur rrit një qytetar të mirë për kombin. Patjetër se do vetë tetor Se punë do shtëpi. se do vej atje te fëmijët.
Dhe kjo nuk është diskriminim pozitiv, po mashkulli nga që nuk ka shumë ngarkesa fizike ose fiziologjike, për shembull cikli ose edukimi i fëmijës, sepse nëna është e pazëvendësueshme në karakterin e fëmijës, kë nuk ma hedh dot njëri nga mendja. Absolutisht, po është njëjta gjë te kafshët, çik. Baba e merr 12 vjeç e lart djalin kafsha, a nuk kujdeset vetë nëna kafsh për fëmijën? E vetë për Tash unë nuk hyj tek ajo pjesë e maskilistave, sepse unë neveris konceptin e krijuar të mashkullit shqiptar. Pra një gjë e dhunshme, barbare, pronësore. Di se si është se këtu e kuptuar gabim edhe çështjen e burrërisë. Burrëria është ti je besnik, ti je me karakter, autoritar. Ti je një individ që jep fjalën dhe e mban. Ti je një individ altruist që i gjendesh partneres, i gjendesh familjes, shoqërisë në momentin që ata kanë nevojë për ty. Kjo është burrëria. Nuk është burrëria që ti vjedh, që ti ja hedh tjetrit, që ti je skuth, që ti je servil, nuk ka lidhje kjo me burrëri. Më kupton? Ktu edhe burrërin, konceptin e burrërisë që është tradicional, e lidhet me virtytin. Është fisnikëria. Bravo. Është fisnikëria. Burri është vetëm fisniku, nuk është burrë që të vretë. Ai është mashkull për. Burrat nuk vrasin. Ja. Burrat nuk merren me fjalë, lidhen nga fjala. Edhe vrasja është virtyt. Është një, nëse ta thosh i neveritshëm në prizmin e asaj që është i njerëzve të cilët, do të thotë e mbrapsht, e cila është e njerëzve të cilët janë të dobët. Janë frikacak. Pse ka thënë populli gjithmonë? Një njeri trim gjithmonë i mendon gjërat. Njëri me botë të madhe, me zemër të madhe. Ai dhe fal, dhe është tolerant, dhe nuk i merr gjërat më përmaj. Një frikacak, njëri i vogël, njëri i ngushtë, ai është ai që i kërcënon jetën tjetrit. Dhe duhet të shihni gjë. Çdo marrëdhënie që ngrihet njerëzore është respekt për veten. Mënyra si unë trajtoj ty është në radhë të parë respekt për qenien time njerëzore. Se unë nëse nuk kam respekt për veten, nuk kam as për ty. Pikërisht. Disrespekti ndaj teje është mungesë respekti ndaj vetes. Pra nëse ti lidh këto gjëra me të qenurit njëri, ne na mungon njerëzorja në politik. Ne na mungon njerëzorja në jetën. Sepse kemi krijuar çdo lloj izme të mundshëm dhe kemi harruar humanizmin, o Elena. E di pra? Prandaj kemi krijuar maskilizëm, feminizëm, radikalizëm, të gjitha izmat e mundshme, transgenderizëm. Kemi lënë anën humane njerëzore të dashurisë te njeriu dhe e kemi përzën këta. E ke vajtur një herë në kopsht tani, kopsht fëmijësh? Këta fëmijët janë rritur tani janë. Po ke vajtur unë s'kam fëmijë, po në herë që më flasin miqt që e kam djalin kopsht edukatore, marrim raste që të rref edukatorja në 2025, na kupton. Çfarë po mësojnë fëmijët nëpër kopshte? Ashtu është. Çfarë po mësojnë në klasën e parë, klasën e dytë? E njëjta gjë është. Klasën e tretë. Tekstet për shembull në programin ton, tekstet do të jenë me grup autorësh, profesorësh, nuk mund të jenë teksti, më tekstet mua, jam me X parti, jam në pushtet, vot tekstin tim me detyrim për të bërë biznesun. A e dini sa tekste janë të leximeve dëgjues dhe të autorëve shqiptar që janë skandaloze, që mblidhet, ore, sikur i kanë bërë përkthimi me Google Translate më. Nuk dihet se çfarë kërkon kërkesa nga ushtrimi, më kupton? Absolutisht e çmendur ajo që kërkon atje brenda, se nuk ka lidhje logjike. Dhe këto mësojnë kalamajt tanë për shkolla. Ne jemi të paktën në sistemin të edukimit, domethënë tre janë shtyllat tona, ekonomia, edukim dhe siguri. Këto tre, pse? Sepse ekonomia, mirëqenia e bën njeriu prona, e bën njeriu qytetar. Dhe e bën pavarur. Edukimi e bën atë që mos ketë krim, që të sillet mirë me shoqërinë, që shoqëria të paqe, qetësi, siguria e siguron shteti. Kur ti si shtet merr masa që të edukosh qytetarin tënd, ta arsimosh atë dhe ta arrish ekonomikisht, edhe krim nuk ka. Pse ky popull, pse ky shtet implementon gjëra globaliste të perëndimore, dhe nuk implementon kulturën japoneze të arsimit për shembull. Jam dakord me ty. Ne në programin ton kemi tre shembuj. Kulturën finlandeze, japoneze dhe Singaporit në edukim. Po, Singaporit ta marrim shtet formin, jo vetëm. Bravo, është për fazën më të. Ajo është jeve korrupsione. Edhe për ekonomi, e kanë qenë $30,000 gjithë vin për frymë ata nga 5 e çon $130,000. Le të thot asnjë botë sot nuk është më i fortë se Singapori. Singapori është shteti më i fuqishëm i botës, po, ekonomikisht. Pse? Se kanë sistem meritokratik ata. Nuk kanë sistem siç kemi ne. Po, vitet 90 i boni, nuk është se i boni para 500 vjetësh. Po, i bën sepse ata armik nuk të quajnë, armik quajnë ignoranti, nuk do vëja ignorant ministër ty e deputet. Do sa ti këtu lëpiu te kryetari i partisë dhe shkon ministër edhe deputet. Edhe vit shtetin. Nxini fundi shtetin.
Ata i kanë njerëzit më të paguar ministrat e deputetët, por i kanë nga njerëz më të paguar dhe se presidenti i Amerikës, por e kanë merituar ata ministrat e tyre. Pse? Pse ato e kanë çuar GDP-n më të lartë në botë. Sepse unë të marr një ekonom, ore, e dini ju që është investim edhe personi ta marrësh ta futë në shtet. Normal. Pse do të punoj unë për shtetin? Punoj privatisht, bëj biznes, të shteti do marrë një rrogë dhe ai dhe me atë rrogë unë jetoj dot. Ndërsa ku duke për biznesin tim, ti thuash faleminderit 1000 herë dikujt që të jep shërbime për shtetin dhe që është i edukuar dhe i kulturuar. Dhe ti si qytetar ku ta gjesh që ai pranoj të futet politik apo të pranoj të bëhet ministër apo deputet? Ne, a kemi tradita këtu? Nuk e kemi pra. Edhe pse nuk kemi edhe tek edukimi se do i kenë. Pse duhet marrin këto sisteme? Finlanda e rrit fëmijën pa e vrarë. Në prismin e asaj. E rrit nëpërmjet lojës, e edukon nëpërmjet lojës. E deri në sistemi fillor. Kjo është fantastike. Ti fëmijën klas parë më shumë peshon çanta se fëmia. Dakord? Me një program pa lidhje që futen ne si prindër të marrin veç çfarë thot libri, që i thot fëmijës lexo ditën e parë shkollës ku fëmia nuk ka marruar betare, ne kuptoni sa të çmendur janë këta. Edhe thoni ju, këto s'janë terezi fare, domethënë, nuk ka lidhje me politika arsimore. Iku kjo. E dyta, japonezi fut disiplinën te fëmia. Tradita pra, do mësosh rregullat. Bravo. Ne kemi traditë. Etikën dhe traditën, po. Ti në momentin që e mëson etikën dhe disiplinën fëmijës, ti si prind je okay, shkolla është okay dhe shoqëria është e shkëlqyer. Pra, 2, dhe pse sistemin pasandaj meritokratik Singaporit në arsim? Ai ngre talentin. Ai nuk të merr ty dhe të japi një kulturë të përgjithshme, të tmerrshme që ti vlerësohesh. Një student genial matematik duhet të humbasi shkollën për inxhinieri sepse nuk ka dalë mirë në gjuhë apo letërsi. Po. Dhe të shikosh librin e gjuhës ti kishme vrap që bëj kalamajtën për shkolla. Ne kam parë. Dhe thonë pse mësojnë gjuhë shqipe. Din fëmijët e mi shkëlqyer, problemi i madh është tek si gjuhë shqipe. A e pranueshme jo për mua, por për gjithë fëmijët? A mund të jetë e pranueshme një gjë e tillë? E pa pranueshme. E kuptoj se ku e kemi çuar arsimin. Dhe Singapuri ngre talentin më. E talenti këtu, ai të kualifikon talentin. Të çon. Po. Ti e kupton çka kanë bër Japonia para 2-3 vjetësh? Pra ne këtu janë modelet që duhet marrim ne. Ka mbyllur katedrën e inxhinierisë robotike deri në 2050-ën, sepse shteti japonez është furnizuar me inxhinier të robotikës mjaftueshëm deri në 2050-ën dhe tani do t'i japim përparësi shkencave të bukura dhe humane, shkencave politike, do krijojmë një brez tash që do mendojmë bukur, do japin art, teatr, filozofi. Kjo është ideja. Dhe unë jam shumë a ecim neve me këto lloj parametrash? Nuk ecim me këto lloj parametrash. A jemi në Japonia? Jo, nuk jemi neve Japonia. A duam neve të bëhemi Japonia? Kjo është e keqja, problemi këtu fillon, se ne nuk duam të jemi Japonia. Është gjitha është si te Hipokrati, nuk të shëroj dot nëse ti nuk do të shërohesh. Po sepse klasa politike, këto që po themi ne, je ti profesor dhe unë dhe i kupton, nuk i kupton fare. Sepse ne kemi marr njerëzit kategorinë më ignorante dhe e ke çuar çpreti. Ore nuk bëhet shteti më ignorant. Harroje. Mos prit asgjë. Prandaj gjithmonë deputeti, ministri duhet priret. Unë jam vetë në këtë fushë, po futem, më beso, vetë prirem që të marr më të mirët që t'jenë, them, kur e kandidati për deputet që ka mundësi për vend fitu, ose nëse ka një pozitë, ti je mirë, pse se i duhet Shqipërisë. Edhe ati ti e promovon, e mbështet, por është nder për Shqipërinë. A më kupton? Kështu që ne me këtë ide duhet ecim, këtu nuk ecim me këtë ide. Dhe më vjen shumë keq që këto kanë vrarë meritën në Shqipëri. Këto i kanë bërë njerëzit e mirë që të rrinë larg politikës. Më kupton? Këto i kanë bërë njerëz dhe mirë. Sepse është shumë e ndyrë. Që të rrinë politika në Shqipëri është shumë e ndyrë. Që të jenë të shohin vetëm atë jetën e tyre dhe mos duan dim fare për shoqërinë. Mi po duhet të dini një gjë, shoqërinë e përmirësojnë këto njerëz. Që politika qëllimisht i kalon jashtë, që i nuk i pyet, në përkëm. Dakord? Vetëm e vetëm pse? Që këto të kenë pushtetin, për të sundur shtetin dhe për ta përdorur shtetin për pasurinë personal. Ma kuptoni që shteti shqiptar sot, ti je politikan sot, që të kërcënosh pushtetin këtyre, është gjëja më e rrezikshme që mund ndodhi sot në Shqipëri dhe në botë. Nuk ka asnjë vend botës që mund të jetë më rrezikshëm se këtu, unë e njoh edhe nga historia. Në arkivat austriak të shtihesh një individ shqiptar, patriot që do Shqipërinë, është gjëja më e rrezikshme në Shqipëri. Këtu para 100 vjetësh, se këtu punojnë të tjerë. Është gjëja më e rrezikshme. Një patriot shqiptar që jeton në Shqipëri dhe punon për Shqipërinë, është i më i rrezikuar në botë. Pra, nuk ka gjë më të rrezikshme thoshte në Shqipëri se kjo. Do kish shumë të drejtë. Pse? Sepse këto e shohin Shqipërinë si domen, që ti po amore, këtu nuk bëhen më trafiqe ndërkombëtare, këtu nuk bëhet më korrupsion, këtu nuk bëhet më çdo qefi. E kupton që Shqipëria ka dalë jashtë standardit më, nuk është tet ky. Tani kam një pyetje të fundit, edhe dua shumë logjike. Këto tani të gjitha këto
nuk pranojnë të lëshojnë pushtetin sepse këto e kanë domenin e vet personal me cilën bën punë të pista këto brenda dhe edhe një ndërkombëtare këtu që bëjnë çfarë duan nëpërmjet këtyre, a kupton? Këta thonë ambanin në pushtet ne, po bëni çfarë doni këtu, a kupton? Populli këta se kanë fare listë. Këtu ka arrit Shqipëria. Shpend, duhet ta kuptojnë, por nuk e kanë kuptuar. Shqipëria e kanë ka kuptuar. arritur, unë nuk fut çakur, se unë jam mirë të punë time. E kanë kuptuar Elena, por neve kemi një traditë kulturore të trashëguar ndër vite ndoshta, të paktën Po? shekullin e 21 dhe 20. Kemi qenë pro-sovjetik, pro-jugoslav njërë, deri në 48-ën, me Konfederatën Jugoslave, që pastaj jenë veri dhe dinte që do t'ja fuste Tito dhe e shiti Kosovën. Pastaj Kosovën atëre ka shpëtu Stalini, po, sepse e të shkputi Enveri nga Tito. Se këta ja dhanë njerë, se kanë për arkivat një pjesë. ja kanë dhënë, ja ka kthyer prap Tito, na Sepse mere, Stalini nuk donte që Shqipëria të ishte në kontrollin Jugoslav, sepse Jugoslavia i dilte jashtë kontrollit Rusisë. kurse Kjo ka shtu Shqipërinë kurse ato. Enveri nuk donte Dardanin sepse nuk e mbante dot 6 muaj me veriorët, po të bashkoheshin gjithë veriorët. Larti kishin nare, kishin nxjerr, ashtu siç ishte Dylberi i konsullit francez. Ja putëm dorën Stalinit deri në 63-shën. I quajtën vëllezërit kinez edhe miqt kosovar deri në 76-ën, 77-ën. 76-77 deri në 91-shën, më falë për shprehjen se je zonjë, u masturbuam vetëm me ormikun imagjinar. Pra nuk kemi asnjë, po ne jemi kundër tërë botës. Dhe kemi urryer Amerikën për 45 vjet, të gjithë, pa përjashtim këta tipat. Dhe në 92-shin këta u bën me Ryersonin, ngritën duart lart gjithë dhe jemi pro-amerikan. Dhe kjo lloj sahan lëpirje kaq e neverishme 45 vjeçare vazhdonte për 34 vjet ndaj një perandorie që këta e quajnë demokratike, që funksionon demokratike brenda territorit vet, po jashtë operon si perandori. Shiko, politikanët shqiptar gjithmonë kanë përdorur situatën ndërkombëtare dhe politikën e jashtme në funksion të forcimit pushtetit. Tani e marrë dhe mirë edhe këta të huaj që kanë ardhur këtu më plera dhe më bastarë se nuk ndryshojnë nga këta që kemi sepse këtu. kanë interesat e tyre, të cilët kërkojnë të mbajnë ca ekuilibra dhe nuk ti je ti brendshmi që duhet të interesosh. Nuk ndryshojnë. Por përgjegjësinë që ka politikani përballë qytetarëve vet nuk e ka i huaj. Jo, e ke. I huaj do të plotësojë interesat e veta. veta. Bashk. Unë po them që këta të huajt ndikojnë edhe tek vendosja e këtyre tanve këtu. Pra këta vendosin kukullat e tyre. Vendosin kukullat e tyre se edhe kanë gjetur. Yuri Kim ka vendosur Altin Dumanin. Ka vendosur Edi Ramën. I ka thënë opozitës do hash bar. Nëse populli do ishte aq i fortë, nuk kishte njëri të vendoste këtu. Sepse tek e fundit, sa do të vjedhin këta, nëse populli masivisht nuk i voton, këto nuk fiton. Jo, këta kanë një kod në kodin elektoral. Në kodin elektoral ti e di po aq mirë sa unë. Unë do mendje në këtë pikë se populli është ai që vendos. Ti e di po aq mirë sa unë, ne nuk kemi një po ti popullin këta ta sundojnë në mënyra të tjera. Nuk kemi 1% e dyshemendave. Për shembull siç e kanë vende të tjera, që nën 35% apo nën 40% të popullsisë që nuk del për të votuar, zgjedhjet nuk legjitimohen. Edhe s'duhet të. Këta e bën në 2019, ndoli vetëm Rama. Madje unë jam si Greqia. Me 18%. E drejta e votës do të jetë me detyrim. Po. Për mua po, duhet vendosur një gjë e tillë. Ti si qytetar shqiptar, shko absteno, shko voto, për çfarë dush, po duhet ta shprehsh patjetër drejtën e votës. Pse? Është shteti jot, pushteti jot, paratë e tua. Sepse nuk. Dhe në momentin që ti je i mërzitur, por zgjidh pa bëj një zgjidhje. Bëj më të mirën e mundshme, pra nga ajo që të afrohet. Kam një pyetje të fundit. Po. Unë besoj se do të kem prap këtu, se kam qejf bisedoj me ty. Si i shpjegon ti tërheqjen e financimeve të USAID-it? Më jep një lloj projeksioni, qoftë edhe geostrategjik, geopolitik, po edhe politik, nuk ka problem, mund t'i ndërthyrësh të treja, se do ta jap edhe unë një si e mendoj unë. A ka ndonjë mesazh? A ja ka tronditur çik themelet e tyre të korruptuarve? Mendoj se kjo në fakt nuk u bë vetëm për ne, është bërë për gjithë. Për gjithë Ballkanin. Po them këtu ndjej dora jonë se këtu na intereson ne. Ajo që më vrej unë është se pas ndihmat Shqipëria ishte nga ndihma që merrte nga të fundit. Izraeli i pari me 8.8 miliard, Shqipëria që i përfshin ndihmë tek afërsisht as 15 milion dollar në mënyrë direkte, vetë spaku ishin sa dyshishe verë të Ramës, një 60.000 dollar. Kështu që ndihma që ishte do më qesharake, por vrejta që kishte ndihmë për OEF-t, e cila kontrolloi nga Fondacioni Soros e politikës ose të liderit global që kemi ne. Dhe ishin $100 milion.
Kjo ishte ajo që këto kishin shkuar dhe nuk kishin shkuar për, okay, që i bën ato $100 milion, po ti nuk i ke çuar për edukimin. Nuk i ke çuar për kontributin ndaj shoqërisë, po i ke çuar për gjëra që nuk është se janë në benefit të shoqërisë. Po kupton, nuk janë në përfitim të shoqërisë. Kështu që mendoj se është bërë mirë që këto janë kontrolluar, sepse fundi janë parat e shtetit amerikan, dakor, këto janë parat e tyre, por marrëdhënia jonë me Amerikën, kur pash ndihmën, fondin që i jep shtetit, ishte vërtet shumë e vogël. Sepse këta nuk Shumë punojnë. vogël. Izraeli 8.8 miliardë. Po Izraeli është Amerika në lindjet 8.8 mesme. miliardë ishte mbështetja që i bënte Amerika Izraelit. Është Afërsisht $15 milion shteti Shqipëria. 52 amerikan në lindjen e mesme. Jo, po kështu shteti tjera që kishin mbështetje shumë të mëdha. Kjo do të thotë që Nuk se s'kan mbështetje ata. Kjo do të thotë që marrëdhëniet tona me Amerikën mbeten ende në kuadrin vetëm politik, ekonomik fare. Ne nuk kemi biznese të tyre të fuqishme dhe kjo është dhe për arsye edhe një që tjetër. Do treg Bizneset Amerika. do treg, po dhe bizneset atje janë nuk është prunë. Nuk është ekonomia e tregut është në dorë të privatit. Dhe ti duhet bësh politika që të rreqësh bizneset e mëdha atje këtu, që është shteti jona se kanë mend fare domethënë. Se ka se nuk i kontrollon dot, të vjen Elon Musk këtu nuk të thotë mi shpronso këta, më thënë nuk të vjen me probleme toke. Erdhi tapi në Korç, u gjendën mbi vendosje tokash pronarësh me njëri tjetrin, donte me blet tokat, a e di se është problemi. Nuk duhet ta blinte tokën tapi. Vemi ata te kontrata e fundit me Qeratha. Kush e ka i fundit? Nuk duhet ta blinte tokën tapi. Unë nuk e di çfarë kontratash kanë bërë, nëse këto kanë nënshkruar kontrata që tapi ka bler tokën, është në kundërshtim me kushtetutën. Me koncesione kanë, jo, me koncesione. Është në kundërshtim me kushtetutën. koncesione Para e kanë, jo. dyta, tapi kalon aty, duhet të kalon te buxheti i shtetit një taks kalimit gazit vjetore, që unë e di që nuk e kalon, po. S'kalon. Qeveria jonë e ardhme do ta rinegociojë dhe i vë tapin atje tapit dhe i thot, do kalosh gazin këtu? Po, sa i takon Shqipërisë me ligjin ndërkombëtar për të kalu gazin, kaq. Nëse do ta rinegociojmë, do të rinegociojmë të gjitha këto. Po. Të gjitha do kontrollohen këto në audit, të gjitha këto që kanë bërë këta. Do t'i marrim bazë ligjit ndërkombëtar, mos marrin ligjit tonave. Vetëm ligjit ndërkombëtar, si ka ligjin ndërkombëtar? A ke shkel ligjin ndërkombëtar ti pse këtu duhet vishti? Në cilin vend botës bëjmë kontratë fiton ti humbun, tok time. Më kupton? Atë nuk ka as në një vend botës që ndodh kjo. Të gjitha këto do rinegociohen, më kupton? Ne patjetër unë nuk jam kundra biznesit. Jo. Sepse janë një pjesë jo oligark, jo. Biznesi Biznesi i madh i Shqipërisë duhet mbështetur, por duhet mbështetur që të punojë në mënyrë të pastër. Po nuk është biznesi i madh në Shqipëri. Shpresa nga buxheti i shtetit. Buxheti i shtetit është shumë i vogël. Nuk është biznesi i madh këto që janë në Shqipëri. Këta janë disa oligarkë që pastrojnë paratë e politikës. Unë të kuptoj, ne nuk duhet për shkakun që ne duhet të mbështesim ato që të ecin vetë. E di që janë biznes të madh. Po. Nëse vjen ti si emigrante, ke 25 vjet në Gjermani, ke punu, ke investor do të hapësh një fabrikë putësh, një fabrikë armësh. Pse mos të hapen fabrika armësh këtu më zotre? Ti shiten aty ku në Amerikë të shiten, ku në Texas, që është me ligj arma. Por hapi industrinë edhe ushqimore ti. Ka 13 milionë me ushqy këtu edhe me eksportu. Pse nuk hapi? Pse duhet ta marri Taraboshen, e merr Philip Morrisi, Taraboshe më të mirë të Shkodrës, duani më të mirë, e zien ata dhe të vjen ty me 3500 lekë paketa këtu. Kur ti mund ta bësh duani? Kur unë mund ta bëj vetë atë DSM, Partizanin prap. Ti do t'i vendosësh emra komunist. Po ti vendosi emrin Fieri. Po. Tirana. Po. Cigare Shkodra. Po e kemi markë. Duam të bëjmë markë ndërkombëtare në për produktet. A është studenti? Unë ta them vetëm një shembull të. Kosi shqiptar, për mua është kosi më i mirë në botë. Thuhet jo kosi grek, s'krahasohet fare me atë kosi që bëjnë nënat tona. Për mua është kosi më i mirë në botë, është shërus nga gjitha drejtimet. Pse s'bëjmë markën tonë për kosi? Me atë kosi që nxjojmë plakat tona. Po e di që kap trekun botror. Po ti je ti në këtë pikë. Sepse ka Greqia. Ik në Amerikë thotë ai është një formë kosit që kemi ne. Po. Por ky yni është edhe akoma më cilësor sepse është nuk e ka atë ëmbëlsinë. Kupton ai kemi. Më i thartë. Po, dhe që është tepër i mirë për shëndetin. Po kështu ke ti mark mund ngresh për duhanin, mund ngresh për produktet bujqësore, mund të ngresh për konjakun, mund të ngresh për çdo gjë që ti ke këtu. Bëja markën shqiptare. E kemi program dhe këta. Jo, problemi është shumë bukur. Problemi im është këtu. A janë pensionistët? Po. Ti ndoshta nuk e ke mundësinë me arrit pensionistin nga 200.000 lekë në 500.000 lekë. Po ti pensionistit mund të arrisësh 20.000 lekë në vit. Ne kemi program që do të arrisim. Ja ta marrë do ta gjejmë se si do të arrisim dhe minimumi rrogat do me pensioni do të jetë të paktën te 400.000 lekë në qytet ose 400 euro dhe rrogë minimale në 600 s'duhet të ketë Shqipëri. Me çmimet që janë s'do të kishte në 1.000. Më dakord.
Po ne po themi që hajde. Rritje e rrogës, unë Po. quaj edhe uljen e inflacionit, edhe uljen e çmimit të shportës. Produkteve, po, Të produktës. jam dakord. Pra, Do të kemi ne do të kemi në plan kemi rimbursim për produktet e shportës. Pra ti do ta marrësh faturën, të vëshon dhe do të rimbursohet kjo. A është i student se neve vim vetëm më dhim se student se kam qenë vetë student. Po. Studenti herësh me lekë, herësh pa lekë. Sinqerisht ashtu. Herësh me lekë, Ne punojmë me studentët herësh me lekë, herësh pa lekë, ashtu kemi qenë gjithë. Kur un po ta them me sinqeritetin më të madh. Un studentët i shoh me atë dashuri dhe përgjithësisht shoh fëmijët e mi. Edhe unë të betohem, ndoshta me jo me Nuk ndjesin. e di kur në jetë, Ndoshta sa e- dua ata, unë nuk du, domethënë nuk kam dashuria që kam për studentët e mi dhe përgjithësia është e Ndoshta jashtëzakonshme. Nuk e jo- di pse e kemi këtë. Nuk e Ndoshta di. jo me dashurinë natyrore, se ata janë 10 vjet më të vogël. I kam më të pas vegjël të më se të unë. mëdhenj nga vetja dhe unë përsëri ashtu i kam Por parë. unë i kam kështu, i kam Përgjegjësia atë që ti ke. si vlla. Si Po. vlla ose si motra e madhe. Sepse nuk vjet autoritetin dhe me ta, siç e thon. Dhe një pjesë e tyre unë shikoj që vijnë nga familje që janë shumë problematike, që mezi ju paguajnë ato qeran fëmijës, ushqimin fëmijës etj etj. Një pjesë edhe mundohen të punojnë dhe ti duhet prapë ti mbështesësh. Atëherë pse mos ketë një paketë që me kosto të prodhimit të vendit të dali 300 lekë të vjetra? Po. Që le të marrë nga shtëpia në Lush janë 150.000 lekë në muaj. Sa aq ka baba? Po. Po aty del një paketë për 2 ditë shkretit me 300 lekë. Edhe ta bësh atë kartën e studentit që po të jetë me kartë studenti me barkod, vesh ti në lokali më luksos bllogut, ai e ka kartën e studentit dhe do ta marrë kafe me 300 lekë ose me 200 lekë. Edhe pensionisti që merr 220.000 lekë, pse mos ta marrë Atë kartën e- po, edhe pensionit. duhanin 300 lekë paketa se jo vetëm shprodhim jo, por dhe valës. ato që ka shteti, mi këto që shteti si ka në dorë, po dritat që i ka shteti në dorë, korrendi, keshi. Si nuk i ka Pse nuk e shteti ka? këto me fabrikë shtetërore. Mirë, më dakord. Jo, këto, po se po të ta hapësh pra. Duhet të hapësh një bankë shtetërore, duhet kesh një sektor shtetëror. E di çfarë ndodhur në Shqipëri? Shqipëri u shkatërrua qëllimisht sektori shtetëror, prona e përbashkët e të gjithëve ne. Dhe ju dha disa njerëzve në mënyrë të padre, u grabit. Pra u grabit. U grabit. U grabit qëllimisht. Ne mendojmë në program krijimin e një banke shtetërore, se ti nuk mund të mbështetësh as biznesin, as bujqësin, as pensionistët, as studentët pa këtë. E para do të jetë një bankë shtetërore, e cila duhet të jetë si bankat e nivelit të dytë. Nuk po them ne që do bëjmë konkurrencë, sepse ata japin të tjera shërbime, ti do të japësh shërbimin i cilin ai është filli kput mos çai bën më. Po. A kupton, shteti duhet tani nuk duhet ta lërë smir dot kredite privati, me ato të ardhur që ka Po, dhe me ato. po. Ama ti si shtet, ti do t'ja marrësh zero atit interesin. Po. Vetëm inflacionin ti marrësh Po. dhe do ta mbështesësh që ai të ngrej një shtëpi nesër apo të ngrej një biznes. Më kupton? Po, Kjo është e para. po. Nëse kemi, duhet. Tjetër, në qoftë se ti, për shembull, në Fier, që është zona numër 1 e bujqësore në Shqipëri, numër 1 blegtorale në Shqipëri, numër 1 për naftën në Shqipëri, nuk e mundësi që të ngresh një privat, sot ta ngrej fonde shteti, ta ngrej vet. Pse? Sepse shteti aty në një fabrikë, në një uzinë, le që punson zonën, por ai ishi dobishëm për shoqërinë. Më kupton? Pra ti duhet mendosh shtetin, lëre çfarë thon këto prralla me mbret, shteti është vetë qeverisja. Është një biznes. Po. Dakor? Po. Si është biznesi privat, Po. është dhe biznesi publik. Po. Thjesht qeverisja është biznes. Po. Prralla të tjera. Menaxhim është. Po. Menaxhim Edhe është. ti atë biznes që është i popullit, që është biznes publik, duhet ta administrosh në benefit popullit, që populli ti ngresh mirëqenien në Ti si është ti ngresh problemi? të ardhurat. Dhe mua nuk më intereson fare se konkurrohet private më zotri. Unë do ta konkurroj në një farë mënyrë me dinjitet në treg. Po është treg, po është treg. Po, Konkurrenca është e drejtë. ty në treg. Kaq. E di se mendojnë. Po, Unë jam me sistem akoma më british. Po. Në mendjen time. po. Shpend Gaxha është ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Më vjen mua Elena nga Arabia Saudite për një projekt $1 bilion, $1 miliard Po, dollar, 5 po, miliard dollar. Po. Apo punojëm për shtetin tim? Po. Në kontrat, unë si ministri që po merrem me këtë lloj pune, që jam drejtues, dua përqindjen time nga kjo kontrata, po e du përqindjen të legjitimuar nga shteti, që taksohem nga ajo përqindje që marr. Që unë të kem stimul për mos të vjedhur. Pra në qoftë se unë vjedh nga 1 miliard, marr 2 milion apo 5 milion euro të mijat pagesë, që po ndjek projektin, 5 milion euro Ky e nxit atë që të punoj. drejtë Ky e ta nxit marr atë tani që për të cilë 5 milion euro investime. me vjedh prap ik futu vetë në burg pastaj, si çeke Më fal, kjo e nxit atë, po unë prandaj them sistemi Singaporit. Ti s'mund të marrësh një ministër ekonomie, një njeri që s'më vesh nga ekonomia, më vjen keq. Ashtu se kishim neve, nuk e kishim neve Arben Ahmetin. Financave të mërshme. E financave më të anglisht. Pse? Sepse shiko, ti jep 2000 euro, 3000 euro rogatit, ai të falimenton shteti se të vjet ato që ke.
edhe nuk ta ngre ekonominë. Ndërsa në moment që ti do marrësh një super ekspert, ore dakord jam të jap dhe një financieri të mirë dhe një ekonomist me 20-30.000 euro në muaj rrogën, se kam problem hiç, si shtet. Ama unë di që ai më dyfishon buxhetin. Jo ti kërkon llogari. Po pra. Se i thua, nuk të dalen 20.000 euro me shportën kaq me gjitha me 17.000 euro më njan Prandaj po për them. vitin. Singapur kështu e ka I zgjitur. bie 200.000 euro në vit kursime. Po 200.000 euro në vit kursime për 4 vjet pushtet vlla, i bie 800.000 euro. Me 800.000 euro në Shqipëri ti je lord. Po. Ti kështu e ka zgjitur Singapuri. Po ai i meriton ato 800.000 euro. Sepse për 4 vjet ai ty ta çon buxhetin dyfish. Të rrit jetesën. Po pra, i sill popullshënie. Pra këtë popull nuk e kanë kuptuar. Thelbi i suksesit në ekonomi është njeriu. Individi. Po. Burimi njerëzor, i kualifikuar, i mençëm, i zgjuar, është pasuria kombëtare më e madhe e shoqërisë. Nuk ka vlerë as prona përballë individit, sepse pse ka thënë populli jon i mençëm, më mirë të dish apo më mirë të kesh. Pse? E vim te konkluzionet, sikur vetëm thëniet e popullit marrësh, është një filozofi, një fetar. Nga kanë dalë ky popull kaq i zgjuar me këtë popull që kemi tash, mos na shiri historia. Në atë kohë mendonte, në atë kohë nuk rrinte njëri në celular, në atë rrinin në kuvende, debatonin, fjala ishte më e madhe, njerëzit ishin më të mençur, dëgjohesh ai që ishte më i moshuar, që kishte eksperiencë. Kush po dëgjon sot ty? Kush po dëgjohet njeriu i mençëm dhe i zgjuar në këtë vend? Sot Harbuti ka marr, kupton gjithçka ka arrit majat e shtetit. A kupton shpend pse si u bë ka shoqëria? Ne nuk morëm as traditën tonë. Si u të kishim marrë vetëm sistemin demokratik tonë, traditës që ishte kanonore dhe kuvendeve. Ufshe. Po, pse? Ka është me vjetër në botë. Greqia një degë saj është antike. Dhe nuk ka qenë më demokratike ajo Greqisë se çka qenë kanuneve tona. Më perso kanunet tona për demokracia shumë lartë, se çdo demokracia aplikuar në botë. Sa e kishe votën burr për shtëpi. A e kishe votën ti që ti ishe i barabartë. Drejtësinë e barazinë e burrave ti e ke 3.500 vjeçare. Bota barbare e ka fituar vetëm pas luftës së dytë botërore dhe realisht me letra, se realisht se ka ku guxonte njëri me fye burrin tjetër atje. Ça etike komunikimi dhe burria që ka pasur. Te cikli shqiptare dhe mitat frashëri. Tu ti e poshtron sot në të gjitha mjetet. Mitat frashëri thoshte kavazët shqiptar, në 10 kavazë kishe perandori ose papa. Domethënë për një votë është ndryshuar mbrojtësit Zviceranë, më thënë gardianët Zviceranë nga gardianët shqiptar për besnikëri dhe u zgjodën Zviceranë për çështje gjeostrategjike, se ishte më afër. Po. Gjatë historikut, kavazët shqiptar, thoshte kur shkonin për Lugina që dilnin njerëzve për t'i çuar nga vendi në vend që dilte garant, ndodhte raste që shikonin dhe kufoma rrugës. Po këto kufoma ndryshe nga serbët dhe nga grekët, thoshte, që i gjej edhe të plaçkitur, ti e gjej me gjithë denaret, e gjej me orën e floridit e gjitha, sepse një kavaz shqiptar të vriste vetëm për nder. Po ta fyje ti, ta shikoj si gomar, po nuk të grabiste. Nuk të merrte të plaçkiste, nuk të vriste për sepse kultura që ishte e tillë. Pra neve na ka humbur burrnia. Edhe besnikëria, edhe besnikëria, edhe besa, edhe gjitha me radhë, sepse kupton që mblidhej gjithë fshati dhe të dëbonte. Të ndëshkonte në momentin që ti prisje në besë. Tash i përmbyllje apo një burr. A të pëlqen kjo fotografia që kanë vendosur? Po sigurisht këto janë Agjer Fishta, Dom Nikol Kaçori, është Bektash Bejcakrani. Patjetër, këto kanë qenë në kohën kur shteti shqiptar u ngrit, këto kanë qenë ata ideologët, për shembull, po unë kam parë dhe nga arkivat, për shembull, për të flas më shumë për atë Fishtën për shembull, sepse kam parë arkivat austriake. Kur do vish një herë që të flasim për atin, se për mua është hero kombëtar. Në fakt, nuk është se jam marrë me një studim të caktuar, për të unë jam marrë me Austrinë. Dhe ta Austria, priftërit katolik, kishin letër dhe komunikim, dhe nëpërmjet klerit katolik, Austria kërkonte të ngrinte një shtet shqiptar, dhe nëpërmjet klerit katolik donte të bënte edhe bashkëpunime me fete tjera, me qëllim që të bënte Shqipëri shtet. O sa kanë bërë ata për ne. Sigurisht kur jam futur në arkivin austriak, kam venduar të kokë në kuptimin që çka kishim mësuar në shkollë dhe se çfarë ishte realisht. Mos ishte për Austrinë. Edhe për Italinë. Më dhe për Italinë, po Italia kishte interesa se donte ta pushtonte një Zazani, po. Ndërsa Austria s'kishte as interes pushtimi. Madje thoshte ata shqiptar duan 2 policë për me mbajtur një shqiptar, kështu nuk kemi interes fare ti pushtojmë. Pra nuk doni me i pushtu. Por imagjinoje rolin aq të madh që ata kanë. Unë jam 1 milion ushtar ti mbash të mobilizuar në armë një vit që të bësh shtet Shqipëri, të bëj ushtrinë serbe nga Durrësi me kërcënim, me ultimatum.
krijoi kufit e Shqipërisë me një luftë të jashtëzakonshme, nuk të lëshonte njëri. Më kupton? Edhe Kosova që mbeti ai dha një status në atë kohë që mbetet, por tokën s'do ta prek. Pronën mos u prek, ishte me ligj. Pra duhet të them këtë gjë. Edhe Shqipërinë në atë kohë e shpëtoi Austria sa shpëtoi, por ishte Rusia në atë kohë që për interesat e këtyre shteteve ortodokse ballkanike i shkputi Shqipërisë gjithë të territorë. Dakor? Jemi në një situatë shumë delikate sot ndërkombëtare. Dakor? Evropa që na ka shkatërruar ne, po bie. Nuk kam absolutisht asnjë lloj keqardhje për këtë. Asun, jam euroskeptik. Absolutisht jo. Biles me këta, Nuk më vjen keq se mesazhe na kanë sjellë këtu. 400-500 vjet e botën, ndan kufit e botës si u deshi shefi, edhe kufit tan. Me këta Soreka dhe Mogherina që na kanë sjellë këtu. Nuk kam keqardhje për ata cilët kanë nënshkruar fatin ton. Holokausti më të madh që është bërë mbi një popull në botë është holokausti mbi ne. Pastaj vjen mbi hebrejt. Hebrejt për mua janë dytët, parët i ne. Dhe që pak flitet se pak flasim ne, pa le me të flasim bota, më shumë flet bota se ne. Më shumë është marketuar ajo e holokausti e hebrejve se ishte lufta e hebrejve kundër hebrejve. Ke një rend të ri, Amerikë, Rusi, Kinë. A do dim ne ta lozim aktualisht? Ne jemi, më fal për shprehjen, duke ja futur vetes. Sepse klasa politike mendon që me ardhen e Trumpit aty si të marrin pushtetin këtu. Po. Të dyja palët. Po. Edhe ky. Edhe ky tjetri. Hipokrizia. Kush për Albinin? Për Albinin apo? Jo, po këta dy opozitonët në kulmin. Se Albinin. Aman më vë mua në pushtet, ti po bëj çfarë dush, më kupton? E kupton si janë. Kshu ka protesta toptani me kohë. Më vë mua të rri atje, çfarë dush merre pjesën tjetër të Shqipërisë. Edhe këta. Vetëm lëm në pushtet, vdes atje. O zot smur psiqik që nuk e kuptojnë që një ditë do ikë nga kjo botë. Dhe nuk do të marrin asnjë gjë me vete, përveç arkivolit e 2 metër vend. Dakor? Dhe emri i keq dhe i zi do t'i përndjeki në këtë botë dhe në atë botë. Se dhe te Zoti kur të shkosh atje do japësh llogari për këtë që ke bërë këtu. Më ke kënaq shpirtin. Unë kisha edhe shumë për të folur dhe ti e di. Qoftë edhe për programin e partisë. Unë të dua, më thon, kam një ftesë publike për ty. Në qoftë se ti ke kohë, të hapim një rubrikë. Po. Për të folur ti për idetë tua novatore. Edhe për të folur për të edukuar pak për histori. Njerëzit. Patjetër. Ktu e ke të hapur, vendosim një ditë, e bëjmë live, se live është akoma dhe më bukur, që na interaktivizojnë edhe njerëzit. Unë jam një figurë e pëlqyeshme, nuk është se jam figurë që ta ul kokën. Informacione kam. Unë kam respekt për ju. Faleminderit shumë. Edhe me ato që kam ndjekur. Patjetër. Libra ke këtu, edhe do fshtojmë akoma më shumë. Për të lexuar kemi lexuar. Për histori di se kam dashur të vazhdoj për arkeologji, po e di ti, nuk mund të futesh. Edhe politike që ke marrë janë. Nuk mund të futesh dot arkeologjisë, po nuk e patë babin shumë të pasur, sepse është pasion. Sepse historia është një profesion që nuk të mban dot. Është pasion. Me të ardhurat. Është pasion. Ajo kërkon pasion dhe kërkon të ardhurë nga ti. Pra ti duhet të bësh 2-3 punë tjera që të mbash profesionin e historianit. Dhe më mirë se sa arsimin e kemi shkatruar. Nuk jam mëson njëri historinë e Shqipërisë njerëzve. Pakën ky tru podcasti, Shpendi dhe Elena, t'i japin 2-3 qase, nuk po themi që ne kemi të sakta se ne do bëjmë diskutime, debate me njëri tjetrin, se s'u biem dakord për gjitha. As për Skënderbeun, as për Hunjadin, as për Xin, as për historia është anë subjektive e individit për të thënë anën objektive. Varet shumë nga përgatitja e subjektit që po shkruan objektin, dakord? Në qoftë se subjekti është i përgatitur dhe është objektiv në atë që bën, pra është me këmbë tokë dhe bëhet në fakte, sigurisht që shumë i rëndësishëm për shkrimin e historisë. Dhe unë jam munduar në shkrimin e historisë ndoshta të jem shumë objektive dhe jo subjektive. Ka ndikuar subjektimi, përgatitja, këmbgulja etj, por jam shumë objektive dhe po të shikosh mënyrën si u shkruaj histori, veten time preshte fare aty. Pra nuk ka unë mendoj. Po, nuk ka unë mendoj nëse është objektive. Absolutisht. Unë mund të them unë mendoj vetëm nëse do të jap një opinion në lidhje me një ngjarje, në lidhje me një figurë, por që duket që ajo nuk është histori, është opinion historik imi ose një vlerësim historik imi. Por kur shkruaj historinë unë jam akull. Domethënë, pamëshirshme. Unë kam disa tema për Tartarin, për ai dha historia të drejtë Adolfit. Megjithëse unë jam marrë me këtë, unë jam marrë në përgjithësi me historinë e shqiptarëve, me pavarësinë, ke ti pafund të flasësh për trupat e SES që kanë ardhur këtu me Xhafer Devën dhe Ajredin Cakranin, Bektas Cakranin që kanë bërë marrëveshje me njëri tjetrin. Pse pati një bashkëpunim ndoshta me që jemi të një pjesë të shqiptarëve me gjermanët? Sepse në luftën e parë botërore, nuk, domethënë u bë
pjesa nacionaliste. Po. Sepse në luftën e parë botërore ishin gjermanë dhe austriakët që mbështetën shqiptarët për krijimin e shtetit, dakord? Për inat ishte për Serbis. këta të tjerët. Për inat Ta Serbis. thoshin do të zhdukim nga harta. Po. Ai kryeministri anglis Grey i thoshte, thoi shqiptarëve, po s'u bën me ne luftën e parë botërore, i zhdukim nga harta. Dakord? Kërcënimi me zhduke, ne kena marrë disa herë. Edhe shqiptarët ndishin të braktisur, mos ishte shëmbur Austria, nuk do ishim shkatruar në deri këto pikë, ha? Unë di të them që Edhe prandaj një pjesë nacionaliste u bën me gjermanët. ke një dritare të hapur këtu, një dritare intelektuale, kemi ndjekës me tru, siç është emri i tru podcastit, kemi diaspor, mua më duhen njerëz me vlera që mendojnë, nuk e kam të showbizi. Jam dakord me ty dhe unë mendoj një gjë. Ne duhet të bëjmë biseda të tilla qytetare, sepse e ke parasysh çfarë zhurme në bëhet nëpër mediat tona. Nuk flitet edhe për politik. Thirriten politikanët Jo, për s'bëjnë program politik, nuk bëjnë fare absolutisht. 0. Thirren dhe merren vetëm ti e kështu, unë jam ashtu. Në tru podcast pra ti do merren marrësh vetëm me individ. Ti do marrësh programin, do ta Po, lexojmë bashkë, po. do ta analizojmë Kjo është ajo që duhet pik fatikisht për realisht. pik Po. për pik 3 orë, se ne Po, kemi tonën. Po patjetër. 3 orë live, unë i bëj 3 orë gjys, 4 orë. Për këtë jam e interesuar. Pse? Pik Sepse për pik. shqiptarët kanë nevojë për këtë lloj politike. Për përgjegjësi, për program, për njerëz të përgjegjshëm dhe për individ cilët t'i dalin zotë ta duan vendin. Më kupton? Kjo i ka munguar Shqipërisë. Jo 35 vjet, kjo i ka munguar historikisht Shqipërisë. Po. Dhe ne duhet me patjetër, ne që na dhimbë se Shqipëria e njohim vendin ton, t'i afrojmë Shqipërisë shpend një grup me djemë dhe vajza që e duan atë të përgatitur. Pse më nuk jemi ne kaq zot i dalim zot vendit ton? Pse më të mëndshëm me zgjuarja të bota? E kupton? Populli më i vjetrim, populli që kanë nxjerrë figurat më të famshme botërore, burrat që kanë sundu botën, kanë bërë historinë e botës. Nuk jemi ne kaq zot me i dal vendit ton, zot vendit ton. Me sa duket, Po pra duhet ta krijojmë këtë kulturë shpend se e kemi në genin ton. e ke ftesën e hapur, flasim pas emisionit për data ditët kur ti je i mirë se ti gjatë javës besoj. Ja, me ngarkuar Je fatikisht ngarkuar. është një periudhë shumë e ngarkuar, sepse neve kemi edhe listat për kandidatët që duam të fusim. Kështu që e mendojmë, Edhe mbledhjen e 5000 firmave shpend për të hyrë se në partitë e reja jemi shumë të penalizuar, nuk hym dot në ja ku e ke zgjedhje. dritaren. Do dërgoj edhe pra. me post. Kështu që për këtë Do dërgoj edhe me post firmën. po janë një çik jemi me vërtet shumë të angazhuar. Unë personalisht jam në një moment nga më të ngarkuar të jetës. Megjithatë unë do ta gjej. Mendoja kohën në fundjavë, që- unë mendoj se duhet të jetë në fundjavë, diku mas dita, Po. që kaloshe me familjen, po të jemi edhe para histerisë kolektive Big Brotherit sa. Po Vën pacientët, pastaj duan me pas se kush po rrihet aty. Nuk e di çfarë ore është. Në orën, ajo është në orën 21:00 Të dielën? fillon të shtunën. Po. Po ne e bëjmë edhe të dielën. E bëjmë mas ditë të dielën. Jo ditët kur janë Big Brotheri, sepse ke parasysh që Janë 350.000 pacientë duke parë aty perversive. Njerëzit konsiderojnë më të rëndësishme Jo ndonjëherë e konsideroj. disa gjëra shumë vulgare që ndodhin aty sesa edukimin e tyre E ose konsiderojnë. po nuk jo të gjithë, më kupton, por ne duhet që ta edukojmë. Shpend duhet të ketë programe edukuese media. Dhe ne duhet të fokusohemi te programet e edukimit. Dhe programet e edukimit qytetar, mashkullor, femëror. E ke ftesën ti dhe shumë persona intelektual si puna ime dhe jotja që kanë një qasje novatore për ndërtimin e Shqipërisë ose ndërtimin e shoqërisë shqiptare, Po. se duhet me u ndërtu shoqëria shqiptare, Shoqëria shqiptare duhet që më të ndërtohet Shqipëria. Po, në Se funksion Shqipëria të shtetit. është abstraksion Shqipëria, është Po. vetëm territor 28.974 kilometra Po katror. shtet mund ndërtosh, po problemi është të ndërtosh Do të shoqërinë. ndërtosh shoqërinë edhe Po. duhet me u ndërgjegjësu që duhet ketë një kulturë qytetare, sepse kjo kulturë qytetare formson kulturën politike. S'mund të ketë dot kulturë politike po nuk pati qytetari. Se e Edhe kap kjo çon pasandaj në siguri, mirëqenie ekonomi, cila do të jenë synimet e çdo politikane. Dhe neve do jemi këtu një zë opozitar, si gjithmonë, duke treguar edhe pak vlera dhe duke i dhënë njerëzve 5 gjëra që nuk i din. Domethënë, e mëson nga ky emisioni jon ka mësuar 5 gjëra sot. Ndoshta nuk jemi më të saktët në botë, se si jemi, nuk jemi perfekt. Po 5 gjëra që nuk i kanë dëgjuar në media të tjera i dëgjojnë. Patjetër. Për post sharjeve, ofendimeve, marrjes në gojë të njerëzve. Edhe në politikë do të sjell një qasje komplet të ndryshe. Dhe siç tha Koperniku, dhe gjithçysh toka rrotullohet rreth diellit. Mirupafshim. E ka thënë Koperniku apo?
Faleminderit.